argumentit ti që dita e nesërme është dita më e rëndësishme e propozitës, në fakt çdo ditë është dhe duhet të jetë dhe është pa diskutim e rëndësishme e propozitës. Mos harrojmë kontekstin në cilin u zhvilluan punimet e kësaj seance. Që ishte seanca fundit, pa. Opozita nuk është përjashtuar sot nga jeta parlamentare. Sot ka ndodhur de jure përjashtimi i 20 apo 20. Me një vendim, pa. Opozita de facto është përjashtuar dhe nuk ka asnjë fuqi bllokuese, madje nuk ushtron dot asnjë të drejtë asaj kushtetuese. I referohem faktit që kemi paraqitur një sër kërkesash për komisionet hetimore. Nuk janë miratuar. Edhe interpelancë. Janë rrëzuar. Një sër interpelancash që nuk pranohen, edhe pse është detyrim referuar rregullores që buron nga kushtetuta dhe nuk respektohen, dhe referuar faktit që deputetët e opozitës në pothuajse në gjitha mbledhjet e komisioneve e kanë të pamundur edhe të flasin, sepse diktohen sepse shumica e komisioneve e drejton mazhoranca dhe mbëritëm pra për të rënë telegrafikisht argumentit mbëritëm në seancën e sotme në kushtin kur mullarin Balluku Edi Rama doni ta shplante me procedurën Peleshi. Sepse ti mohosh deputetit dosjen e Spakut, pra si më të marrë një vendim këshilli i mandateve pa u njohur me faktet, me provat. Dhe si më të mbyllësh korrupsionin e Edi Ramës në një kasafort. Ju doni faktet. Faktet i ke Qukës Çaploç. A ka fakt? Pra, zoti Lazi ato faktet. Shkoni sot në rrugën Maliq Lozhan. Iljaza i thot faktet për... Fakte, unë s'kërkova fakte fare, Unë si ndërprema, unë dëgjova me shumë durim dhe me shumë qetësi. Tani, ne protestojmë ka një të keqe vëndi. Është Edi Rama. Belinda, Ergysi, Ergysat e tjerë, janë derivat. E keqja e madhe dhe e vetme e shqiptarëve është Edi Rama. Dosja ka emrin Balluku, mund të ketë emrin Agasi, mund të ketë emrin Agaçi, por dihet që ka një autor dhe një përfitues që është Edi Rama. Dhe mjafton të kujtojmë shqiptarëve rastin Veliaj. Sot kemi kryetar bashkie në Burg. Si shpjegohet që aferën senatorëve Vion? U arrestuar janë Veliaj. Afera ende Vion. Ende paguajnë 90.000 euro në ditë. Nesër Belinda Balluku do hyjë në Burg. Si do hyjë në Burg? Ja, nuk është ndarë, nuk jetë arrest shtëpie. Dakord. Presupozojmë, dëshirojmë, si doni ju, vini çfarë do. Belinda hyn nesër, arrestohet. Ju mendoni që me Edi Ramën kryeministër nuk do të ndërtojnë rrugët me 6 fish, 7 fish? Nuk do vijojnë skandalet, thoni, okej, e kuptoj. Dashur Ela, sot që flasim ka rreth mos gaboj 230 kontrata koncesionare në Shqipëri. Vlera e cilave llogaritet e përafërt me buxhetin më të madh në historinë e Shqipërisë. Diku mos gaboj 7.5 miliardë euro, 9 miliardë e kemi këtë buxhet. Po, dhe? E dini sa është vlera e gjithë kontratave koncesionare në gjithë Europën? Vetëm 3 miliardë euro më shumë. Pra, kontratat koncesionare në vendin më të varfër të Europës. Ky është problemi. Nëse jemi vend në zhvillim e sipër mbase. Nuk është vendi në zhvillim e sipër, sepse në raport me të gjithë vend, me të gjithë kontinentin, ne harxojmë pothuajse 7%. Para publike të gjitha. Që ku përfundojnë? Përfundojnë Qukës Çaploç, është bërë qaku i Korçës simboli më i madh i babëzisë. Ja shëmbur gjithë rrugët. Sot u shëmb Maliq Lozhan. Dikush do thot 14 milionë euro. Pra, Blushi, ti po më thuaj që nuk... Opozita... Nuk vepruat gabim sot me këtë strategjinë e dhunës, pra, se ja që ndodhi me përjashtimet. Opozita si të bënte këtë akt që bëri sot? Si të mos e bëte këtë akt? Çfarë do ndodhte? Do ta gjente prapë një mënyrë mazhoranca? Këtë po përpiqem të sqaroj. Ne de facto jemi të përjashtuar të gjithë. Sepse kur ti nuk më respekton të drejtën për komisionin hetimor... Jo, këtu keni drejt. Që parlamenti e ka humbur funksionin, dakord, këtu besoj bijem dakord që gjithë se ne e kemi parë. Dhe u ndërmor ky akt sepse një ditë para mbledhjes së Këshillit të Mandateve, kur do merret një nga vendimarrjet që ka të bëjë me numrin 2 të qeverisë, apo jo? Niko Peleshi, pra mullarin e se s'dua të them atë siç e ka populli, mullarin e Ballukut. Ky duhet të shplajë me kyçën kasafort. Tani do marr deputeti nesër një vendim. Mbështetur mbi cilin. Mirë, do shkonit një herë të paktën, se pastaj mbase do ja u jepi relacion. Ku të shkojmë? Kë prov do lexojmë?
Po ja pra pas Dhe- këtë dur atë qafloqen. Disa në media kanë rrjedhur, gjithsesi. Më falë, Sot por të materiali, bësh- relacioni më ka falë, dalë të por report të TV bësh- dhe si parë deputetëve. Më falë, por të cilësh... Një pjesë, e, më falë. një Por të pasazh, cilësh i Jo, vogël. jo, është në faqe. Në atë Materiali parlament. që ka shku në Të disa cilës televizionë. Vendës Cilësh- vetë që kanë dhënë të japin ju. Të cilësh në Si? atë parlament. Ndjes, zgjuar- Vendës vetë që kanë dhënë, pse po japin ju atë? As avokatëve se japin. Po do japin Standard nesër në drejtësia seancë, e pra. re, ka kogjin ti e di shumë mirë se S'është funksionon. detyra e SPAK-ut t'japi materialin deputetëve. Jo, Është jo, detyra e kryetarit kuvendit. Kuvendit ja ka dhënë, pra. Jo, Manjani thotë që as vetë Belinda Ballukut dhe As vetë avokatëve Belinda nuk ja s'e kanë kanë dhënë dhënë relacionin. Megjithatë, fakti që Abilekaj. në atë raste ka detyrë kuvendit t'japë elementare deputetëve nuk se- respektohet. Po, SPAK-u ka Si të detyrë. digje sot parlamenti, si të mos digje fare parlamenti, apo jo, opozita de facto ishte dhe do të jetë e përjashtuar. Në këto kushte çfarë duhet të bëjë opozita? Të qëndrojë me duar në xhepa, të shohë se si vijnë kjo Pra nesër Blushis do ta të kemi shohin opozitën këllira- në më falë, komisionin e të shohin këllira në si këshillin ky- e mandateve dhe Më falë, imuniteteve. të presim të shohim këllira të tjerë të kalojnë të parakalojnë parat para parlamentit, të puthin me durë në xhepa Po apo me çdo bëni do përjashtoheni fare, do ju heqin të gjithë. përjashtuar jemi ne. them dhe fizikisht, Atëherë, kush ne. alternativa e vetme? Kush? Po prezenca fizike s'ka si Rruga. vlerë në Jo, parlament. përballja. Revolta. Përballja në institucione pa diskutim, sepse besoj kjo seancë nuk ka qenë e përhershme. Erdhëm në këtë situatë, sepse kemi një mazhorancë për fat të keq së bashku me drejtësinë që është bërë blok në mbrojtje jo të Belinda Ballukut, të Edi Ramës. Okej. Mazhoranca është bërë blok për mbrojtjen e Edi Ramës. sigurisht, Sepse përveç se Këtë mbrojtje. nuk është çështja e Ballukut. Ke kudo ke Edi Ramën, ke Akshin që është akoma një vetëm pse të dy aferat kanë një diferencë dhe besoj dini për të në shkurtimisht e për të lënë. Kush është diferenca? Ma thuaj shkurtimisht që t'i jap fjalën Diferenca Abilekaj. është në rastin e Ballukut, pra u sajua gjithçka për të u paracaktua fituesi. Kurse në rastin e? Në rastin aty me është tendra sekrete. është gjithë krimi organizuar në bashkëpunim me policinë që paracaktojnë kushtet e kontratave. Okej. Pra- Abilekaj. Stile mafioze si të vjedhin taksat e shqiptarëve. Kaq është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë për analiza. Dakor, ja ta gjej dhe Abilekajn. Se jo aty do Kozmike. ndalemi pastaj tek çfarë do ndodhi nesër për këshillin e në këshillin çfarë do e ndodhe? mandateve dhe imunitetit. Çfarë do ndodh? Po jo, dëgjoj se ajo që çfarë na do shpjegoi ndodh? zoti Gjoni, unë nuk e kisha menduar, këtu jam shumë e sinqert kur e them këtë. Kur i pash emrat e të përjashtuarve, nuk e mendova që Po jemi të gjithë në në fakt, 50. se ishin përjashtuar edhe nga komisionet fakt De parlamentare. jure, de facto jemi të gjithë përjashtuar. Mirë, e kuptoj Kush po flet? metaforën tënde, po Jo, po gjithsesi. sa është nuk Abilekaj. është